Mbas pak, edhe Prokuroria e Përgjithshme I ka kthyer përgjigje ekspertëve që po hartojnë projekt ligjin amnistisë, nga I cili pritet të përfitojnë dhjetra të burgosur, të mbyllen qindra çështjen e hetim për krime të lehta, si dhe të përfitojnë shumë të tjerë në shërbim prove. Siç bëjnë me dije burimet, organi qendror I akuzës ka dalë kundër në 2 pika të projekt ligjit. Së pari, Prokuroria e Përgjithshme ka sugjerim të ndryshëm nga draftuesit për pushimin e çështjeve, të kallëzuara gjatë 2025-s dhe ndryshe nga pragu I 2 viteve burg. Kërkohet të amnistohen krimet që janë në ndjekje penale dhe që kanë dënueshmëri deri në 3 vite burgim. Në amnistinë e kaluar për qindra dosje të regjistruara në të gjitha prokuroritë, u mbyll ndjekja penale pikërisht për këtë kategori. Ligjvënësit I sugjerohet më tej që për çështjet në ndjekje penale për krime zgjedhore dhe nën kompetencë të SPAK, po me këtë marrësh dënimi të shtohet kushti I ndalimit për të përfituar. Propozimi I dytë lidhet me kushtin e përfitimit të amnistisë, vetëm nëse vendimi ka marrë formë të përgjithësore brenda 31 dhjetori 2025. Prokuroria e Përgjithshme kërkon saktësi dhe kujdes në këtë pikë. Sugjerimi mbi marrjen e formës së prerë të vendimarrjes së fajësisë lidhet drejt për drejt me problemet që hapi amnistia e kaluar, ku qindra qytetar po shëndor nga apelimi në gjykatën e apelit duke e përdorur si truk në mënyrë që të ngelej në fuqi si vendimi I formës së prerë ai I gjykatave të shkallës së parë. Në projekt ligj përmendet se përfitojnë të dënuarit që u kanë mbetur deri në 3 vite burgim, që sipas Ministrisë së Drejtësisë dërgon në liri 380 të burgosur, po ashtu do të përfitojnë zbritje deri në 1 vit e gjysmë, edhe të dënuarit e tjerë ku përjashtohen të burgosurit e përjetshëm dhe ata që SPAK I gjeti fajtor që nga korrupsioni deri te krimi organizuar. Por amnistia mbetet e hapur si mundësi për të dënuarit e SPAK për akuzën e ushtrimit të ndikimit të palishëm. Pak ditë më parë SPAK konfirmoi për Top Channel se projekt ligji nuk prek kompetencat parësore të prokurorisë së posaçme. Kemi dhënë mendim që nuk duhet të përfshihen në ligjin për amnistinë as veprat penale që nuk janë në kompetencë të SPAK, por që mund të jenë të lidhura ngushtë në formën e procedimit të lidhur me çështjen penale në kompetencën e prokurorisë së posaçme, deklaroi SPAK për Top Channel. Me kthimin e përgjigjeve nga Prokuroria e Posaçme dhe Prokuroria e Përgjithshme, draftuesit tani më kanë disa javë kohë përpara se ta paraqesin në Komisionin e Ligjeve.